me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Betoam në arimin dhe 10 netet dhe në të gjitha që janë qeftë tek, dhe natën që shkon. Vallë, a nuk është ky beti për të mençurin? Vallë, a nuk di ti se çka ka bërë Zoti yt me Adin, e me banorët e qytetit i Remes, pronar të pallate madhështore? Çfarë nuk ka pasur askund tjetër? Dhe si i dënoi të mudasit, të cilët kanë gëdhendur shkëmbinë e Lubin, dhe faraonin, pronarin e shtyllave, që kanë bërë zullum pa të drejtë në tokë, dhe shtonin nga terresat. Andaj Zoti yt e lëshoi mbi ta kanxhikun e dënimit lloj dënimish, sepse me të vërtetë Zoti yt i pret ata në pusi i përcjell punët e tyre. Por Perëndia kur ta provoi njeriu në ta adhuroj me begati, ai thot: Zoti im është sjell në mënyrë bujar ndaj meje. Kur ta provoi atë, duke ja munguar furnizimin, atëherë ai thot: Zoti im e ka poshtëruar. Jo, por ju nuk po i respektoni bënjakt, dhe nuk po e nxjeni njëri tjetrin për të ushqyer të varfërit. Kurse trashërimin e hani me lapmit të pangopur dhe dëshironi pasuri të pakufishme. Por kjo nuk është mirë. Atëherë, kur toka do të sopetohet në thërmia, dhe kur do të arrijë uri i Zotit tënd, e engjit të rreshtohen radhë pas radhe, dhe atë ditë kur afrohet prezantues këtera, atëherë njeriu do të kujtohet por çdopi, dhe thot: sikur të kisha punuar gjërat e mira në jetën time. Atë ditë askush nuk mund të dënoj si ai dënimi i tij, dhe atë ditë askush nuk lidh në pranga si ai. E ti, o shpirt i besuar këmbëngurës në besim, ktheu te Zoti yt i kënaqur, sepse edhe ai është i kënaqur me ty. Prandaj, hyn mes të dashurët e mi, dhe hyn në xhenetin tim.